Tre fëmijë të zakonshëm u transportuan në një dimension tjetër misterioz i quajtur dimensioni 33. Ata zbuluan që kanë fuqi të përsosura për t'u bërë garues të Dagedar, por a kanë ata kapacitet për të fituar garën përfundimtare dhe gjithashtu të heqin qafe mbretërinë e ligësisë? Dagedar. A mund t'i shkatër me një herë ata mjeshtër? Do të fitojmë si fillim garën, dhe më pas ata do të bëhen sklervrit e mi. Djema, ata me duke se kam planit që të na kthej sklever ose diçka e tillë. Po, vërtet? Ky fakt nuk më frikson. Ata janë një tuf perash. Hey, me sa duket tek qendresa kryesore tregon se pas ka një flak të madhe me rritje fuqie. Te janë i pra. Çfarë lëvizje përsosur? Do t'ju japin këtë transmetim direkt këtu në datadotore. Po marrin rritjen e fuqisë ndërkohë që bëjnë manovra të tilla? Nuk po priste media që gara e të zonit të dytë të Dagedar do të ishte kështu. Jam duke ardhur që do të kap hileqar. Kam shumë frik. Në rregull pra. Normale që nuk kam frik. Ne kemi ardhur nga Shredzat, spurdhjak i vogël. Po si, kjo nuk ka për të ndodhur kur. Por fytyraku. E kam ruajtur ato rritje fuqie, vetëm për të të mundur ty. Nxitoni tani, e jani në këta. Vëlla, me të vërtet do t'i lish petulla me çoku krem të gjyshes. Tani çfarë? Më duket se roboti po vjen drejt nesh. Mos u friksoni. Shpirtrat e Dagedar ju kanë përzgjedhur të treve. Ju solli këtu në dimensionin 33. Dhe tani unë, Soli, mjeshtri mësues, jam për t'ju trajnuar që të mposhtim të keqen e bergut. Ai giganti me fytyrë blu? Po, u hasëm me të. Secili prej jush jeni bashkuar me një sferë të caktuar avatarësh të garave Dagedar. Tom, ti do të bëhesh i plot fuqishmi me emrin Bengara. Zendar, ti do të bëhesh Jack. Dhe Finn, ti do të bëhesh djali i vogël gërshër. Pra do me thënë unë do të bëhem këtë djalosh i vogël shkurta biq? I vogël, për punën e bën të madhe. Wow, unë kam shpada prej lazeri. Bukur fare. Ju duhet të bëni më të mirën tuaj me qelizat njerëzore dhe me energjitë e Dagedarëve për të mposhtur bergun. Nëse ai bëhet një kampion i garave të Dagedar, ai mund të kontrollojë të gjithë dimensionin ton 33. Unë jam i plot fuqishmi berg! Si ka mundësi që ata spurdhjakët garues më mposhtën? Let fare, lëvizje të mira, momenti përshtatshëm, bashkëpunimi mirë në grup. Unë do t'i mposht ata. Do ta kontrolloj vetë dimensionin 33 një ditë. Dhe pastaj do të pushtoj tokën. Më kuptove mirë tani? Dagedar.